Sipas tendencave astrologjike, 3 shenjat të zodiakut janë në një periudhë veçanërisht të favorshme, ku fati, intuita e duhur dhe mundësitë e papritura punojnë pothuajse në harmoni. Qofshin zhvillime financiare, vendime të zgjuara apo thjesht ato momente kur gjithçka duket se klikon në mënyrë perfekte, shenjat e mëposhtme të zodiakut kanë çdo arsye për të qëndruar të hapur ndaj çdo gjëje që u del përpara. Demi. Demi ka një lidhje të lindur me stabilitetin dhe sigurinë materiale, dhe në fund të janarit kjo lidhje forcohet. Ndikimet planetare krijojnë një mjedis qetësie dhe besimi, gjë që e ndihmon shenjën të marrë vendime të sakta dhe metodike, veçanërisht në çështjet financiare. Nuk ka të bëjë aq shumë me fatin, sesa me shpërblimin e durimit dhe qëndrueshmërisë. Zgjedhjet e vjetra, planet që u ndërtuan në heshtje ose përpjekjet që nuk ishin parë ende, tani po fillojnë të japin fryte. Luani, ditët e fundit të janarit janë të ndritshme. Vetbesimi rritet, humori lehtësohet dhe ndjenja se diçka e mirë po vjen bëhet pothuajse e prekshme. Është një kohë kur kjo shenjë tërheq mundësi për ta, thjesht sepse ata besojnë në vetvete. Sekreti, megjithatë, qëndron në veprimin e vazhdueshëm, hapa të vegjël e të vazhdueshëm që mund të çojnë në një sukses shumë më të madh nga sa prisnin. Shigjetari është në një fazë ku universi duket se u hap shtigja aty ku më parë shihnin pengesa. Me Jupiterin që forcon optimizmin dhe guximin e tyre, kjo shenjë fiton një instinkt të mbret për vendin ku duhet të jetë dhe cilën zgjedhje ia vlen të ndiqet. Mundësitë mund të shfaqen papritur. Rritja e vetbesimit i bën shigjetarët më të guximshëm, më të hapur ndaj rrezikut dhe në fund të fundit më afër diçkaje që nuk guxonin kurrë ta ëndërronin deri vonë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.